Hashim Thaçi kthehet në Kosovë, viziton babain në spital. Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është kthyer në Prishtinë me leje të gjykatës speciale. Ai ka mbërritur në QKK, ku po e viziton babain e tij të shtruar në një nga klinikat e spitalit. Thaçi është shoqëruar nga policia në momentin e vajtjes në spital. Para QKK ka pasur forca të shtuara të policisë dhe uleksit, ndërsa edhe interesi i mediave dhe njerëzve ka qenë shumë i lartë. Deri më tani nuk ka detaje se sa do të qëndrojë Thaçi në Prishtinë. Kjo është hera e 4 që Thaçi ka bërë kërkesë për t'i mundësuar një vizitë humanitare për babain i cili është në gjendje të rëndë në spital. Hashim Thaçi është duke u gjykuar nga gjykata speciale në Hag së bashku me Recep Selimin, Kadri Veselin dhe Jakub Krasniqin me akuzat të rënda për krime të kryera gjatë luftës, të cilat i kanë mohuar me forcë. Gjykata speciale u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personel ndërkombëtar dhe ka seli në Hag. Dhomat e specializuara zyra prokurorit të specializuar që njihen edhe si gjykata speciale hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari vitit 1998 në dhjetor të vitit 2000.